Dhe e treta, sepse do të flas në xhumën e ardhshme, prej kushteve, kritereve me këshillu dikan vëllezër, nga njerë është mirë me këshillu veç, jo në publik. Mon me thonë e kush, po jo gjëllartë në xhumë, çish voni në publik, po në xhumë më ligjëratë vëlla. A keni ndëgju në herë në xhumë që me dikan e kena përmend me emra na? Kur? Hasha lillah me pas na detyrë emra personal këtu. Runa Zot. Ne jemi këtu këtë njëjtë. Por mënyra ligjërimit ka të bëjë me opinionin. Dhe japni këshilla të përgjithshme. Pa e ditë që kemi punë nga xhamati. Jo më bën sinjali dhe kish pa emrin Musa. Edhe hoxha tu e shpjeguni ajet në Kur'an, mi pa e Musa i shkon i problematik. Pa kish vjedh, ka pak e kuj diçka dhe pit vjedh në zven xhami. Mi po hoxha tu e shpjegua ajetin në Kur'an që Allah i ka thonë ja Musa shka ki në gjep. Nxjerrë pi xhepit, dorën dhe ju ka bë dritë e ka dosh detin për gjysmë. Dhe këtu lexoj ajetin në Kur'an, ai thotë se u është ku e ditë ata që e kon vjedhur këtë sen. Mo thonë se dia se kemi në Musa ti. Thonë jam të ta shpjegu një çështje tjetër. Se na si di me emrat e njerëzve. U lemru vetë, ta ku e dite që ku vjedhun, ta po në asem një stadita, dhe në të spjegu kuranta. Pra në këtu nuk flasim me emne. E tash, prej rregullave të këshillës vëllezër, është mirë njeriu me këshillu vetë, jo në publik. Jo në publik. Ai që është i sinqert, i devotshëm, e thirr, e ulja që di kafe, bisedon, thuk, e kam një farhalli me ty bëllo. Edhe këshillon shehu Razi, jo në publik. Ai që a do të mirë ndikun, ai nuk e këshillon publikisht. Se me këshillu publikisht, edhe nëse e ki mirë, i bjen që po e sulmon, po ja ull reputacionin, po ja ull dignitetin. Por ti e këshillon veç, siç ka thonë Imam Shafiu, Zoti mëshiroft, thot, kush e ka këshillu dikan në publik e ka nënçmu, e kush e ka këshillu, thot mshehu Razi e ka nderu. Do me thonë, nëse do me nderu njerin, e këshillon ball për ball. Edhe doj dashur, kjo punë që e ban ti nuk është në rregull. Kjo sjellje që ki nuk është në rregull. Të fjalë që ki janë në rregulla. Dhe që po ti shpjegoj pse janë. E kështu me radhë, dhe gjithë problemi, do me thonë, prej rregullave është me këshillu njerin mshehu Razi, sepse ndryshe nuk ka zgjidhje në Islam. Allahu po na thon Kur'an dhe këshilloj njerëzit me mirësi dhe urësi. E dietar kanë thonë urtësinë kupton me zgjedh fjalën e duhur, mënyrën e duhur në vendin e duhur. Mençuria më e madhe në jetën me zgjedh sa fjalë. S'ka njerëz vijnë me ditë shumë. S'është mençuri veç me ditë shumë, por është mençuri që atë shumën që e ki në krye, me ditë me zgjedh momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Që jo mençuri. E janë pak ata të cilët me të vërtet këtë dijen e madhe e vënë në praktik, në sasi të duhur dhe momentin e duhur dhe kështu me radhë. Dhe historia është plot argumente dhe me lenin Allahu Azza wa Jall e vazhdojmë në xumën e ardhshme sepse ka kohë e ezanit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.